Islami janë xheneti i Zotit tok. Duhet me ja u prezantu njerëzve në mënyrë më të mirë që të hinë xhenetin e Zotit te bareke ve teala. Duke filluar pi familjarëve. Mos e le, ai diçka do më thonë të nderuar xhamatli në namazli të shtëpia. Edhe me dek ti dikush pa namaz, wallahi ka me të morallojnë llogari. Po nëse ai ka këmbgul mos mu fal, rregull. Ama ti për ditë tash më kallzu, çu falu Allah. Çu babës falu, çu nanës falu, çu axhës falu, se në xhenem ti më shkuq ashtu. Për ditë. Në ditë ka qenë ekspedit Omar Khattabi dhe ka poni prift në sinagogë larg diku me një mal dhe ka filluar me kajt. Ato të pranishëm ka menu ku me dit zare pse kena me hemyt thash. Ka thonë jo lena ti. Ka thonë po pse i tu kajt? Ka thonë jam tu kajt çfarë sikleti e ka izolu vetveten pikë kësaj bote edhe në fund hin xhenem. Pse ta ke tu kajt? Gjithë këtë siklet e kam mshel veten me tesha trasha, me tresha të leshta. Ti bon me tatina ibadet Allahu xhela në fund hin xhenem. A nuk ka për të kajt? Ata kanë begati e madhe Islami Zoti xhela xhelalu. Sa kanë nevojë njerëzit me u çu Islamin dhe Zot. Islami janë xheneti i Zotit tok. Islami janë xheneti i Zotit tok. Duhet me ja u prezantu njerëzve në mënyrë më të mirë që të hinë xhenetin e Zotit te bareke ve teala. Duke filluar pi familjarëve. Mos e le, ai diçka do më thonë të nderuar xhamatli në namazli të shtëpia. Edhe me dek ti dikush pa namaz, wallahi ka me të morallojnë llogari. Po nëse ai ka këmbgul mos mu fal, në rregull. Ama ti për ditë tash më kallzu, çu falu Allah. Çu babës falu, çu nanës falu, çu axhës falu, se në xhenem ti më shkuq ashtu. Për ditë. Andaj shikoj pejgamberi alayhis salatu wassalam. Në ditë për ditëve kalon një gjenazë. Kalon një gjenazë. Jehudi. Edhe u çun kam pejgamberi sallam. Sa u than, rre Resulullah Jehudia, kafir. Apo Mëzër, amuri para nuk farë rahmeti ka pas pejgamberi alayhis salatu wassalam. U që unë kam tha, po vdekja të rështushme. A që ka ma interesant që ka tha? Qish mundet tha një shpirt me ik për në xhenem a unë e gjallë? Si mundet një shpirt me ik për në xhenem a unë e gjallë? Rast tjetër pejgamberi alayhis salam i kallzoi se një jehudi gjalli vet u ka smue. Edhe u ka smu para deke. Ka thonë shpejt shkojnë ataj. Kur ka shkujt aj? I ka thonë Kull la ilaha illallah, thuj la ilaha illallah dhe unë jam i dërguari i Allahut. E ka këshir babën e vet, ka këshir pejgamberin alayhis salam, baba vet ka thonë ngoje Muhamedi alayhis salam. Dhe ka thonë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu Muhammadan rasulullah dhe ka ndrujet. Çka ka thonë pejgamberi alayhis salam? Alhamdulillahi alladhi anqadhahu bi. Alhamdulillah, Allah e pshtoi sebeb mua. Shiko momentin e fundit, dakikën e fundit. Andaj nuk duhet asnjëherë mu dërzue. Dhe për një zullumçar s'duhet mi marr gjaftë të tjerët.